a rrezikojmë që AI ta bëj turizmin më të mërzitshëm dhe pa surpriza? Mendoj që deri diku ekziston si pyetje. Patjetër, nëse përdoret masivisht për një kohë të gjatë, mbas edhe mund të ndikojë deri diku në humbjen e interesit, por prap kjo është një gjë për tu parë ata, sepse duhet një kohë shumë e gjatë që faktikisht ne të jemi domethënë ne të mërzitemi nga destinacionet, të cilat afrohen totalisht 100% nga inteligjenca artificiale. Por që inteligjenca artificiale momentalisht ku jemi po na ofron, unë e përmenda pak a shumë opsione shumë interesante, me efikase dhe mjaft atraktive domethënë që po i përshpejton gjërat. Domethënë është një lloj organizuesi digjital ose një, si mund të them, disiplina digjitale. Pra korrektesë maksimale, por të jep informacione, të jep të dhëna, mendoj që deri këtu në këtë fazë jemi shumë mirë. Jemi mirë deri tani.